Bismillahirrahmanirrahim. Jemi me një tjetër ngjarje madhështore që ka ndodhur në muajin e Ramazanit. Jemi pikërisht me betejën e Bedrit. Për shumë persona, betejë e Bedrit klasifikohet si betejë e parë që ka ndodhur në Islam. Por faktikisht nëse do të referohemi historisë islame, betejë e Bedrit është finalizimi i një ekspedite 2 vjeçare sigurie që profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam kishte organizuar pas hijretit të tij në Medinë. Pasi profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam emigroi për në Medinë, krijoi shtetin e parë islam dhe vendosi një rend të ri social, duke ndërtuar xhamin, duke ndërtuar tregun pranë saj, duke nënshkruar kartën e Medinës me fiset hebreje dhe me fiset arabe që jetonin përreth Medinës, edhe duke krijuar një status quo sigurie në të gjithë zonën në të cilën ishte vendosur. Për ta ruajtur këtë status quo, ai vazhdimisht organizonte ekspedita sigurie, duke nxjerr grupe të ndryshme ushtarake që të vëzhgonin edhe të mbledhin informacione se çfarë ndodh përreth. Për gjatë kësaj periudhe 2 vjeçare, profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam nuk kishte ndodhur edhe nuk kishte pasur asnjë përplasje me jo besimtarët. Mirë, po nuk duhet të harrojmë se gjatë kohës që profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam ishte në Mekë për një har kohor 13 vjeçar, besimtarët bashkë me të ishin përballur me një numër të madh torturash edhe vuajtjesh. Pas hijretit të tyre në Medinë, ata kishin braktisur gjithçka, pasuritë e tyre, shtëpitë e tyre, dyqanet e tyre, tregtinë e tyre, edhe gjithçka posedonin, edhe të vetëm ashtu siç kishin emigruar drejt Medinës. Profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam kishte marrë informacion se mekasit të gjithë pasurinë që muslimanët kishin lënë në Mekë e kishin ngarkuar në një karvan dhe e kishin nisur drejt Shamit, drejt Sirisë sotme. Në krye të këtij karvani qëndronte Ebu Sufjani. Tregtia kishte qenë e suksesshme dhe kishin siguruar një pasuri të bollshme që sipas informacioneve historike tregohet se Ebu Sufjani po kthehesh nga Siria në krye të një karvani të ngarkuar me 50.000 monedha floriri, pra një pasuri tepër e konsiderueshme të asaj kohe, që ishte fituar pikërisht nga pasuria që kishin lënë muslimanët në Mekë. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam pasi u konsultua me sahabët dhe me shokët e tij më të ngushtë, vendosën që të dalin dhe ta konfiskojnë këtë karvan që ndodhte. Profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam në krye të 314 burrave prej shokëve të tij më të zgjedhur, u nis për në vendin që sot njihet si burimet e Bedrit. Mirë, po Ebu Sufjani si njeri me përvojë që ishte dhe e dinte se profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam do të merrte masa dhe do të lëvizte kundër këtij karvani në krye të cilit ai ndodhej, e ndryshon rrugën edhe arrin që të shkojë në Mekë i pa cënuar dhe i pa dëmtuar. Mirë, po kurejshët me menjëmadhsinë dhe kryenëshsinë e tyre që kishin, pavarësisht se karvani kishte shpëtuar, ata vendosin që të dalin në luftë ndaj profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam që t'i japin një mësim të mirë atij edhe që të dëgjohet zëri i tyre në të gjithë gadishullin arabik. Profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam bashkë me shokët e tij nuk ishin përgatitur për luftë. Ata ishin të armatosur lehtë edhe ishin shumë pak në numër. Ata ishin bërë gati vetëm thjesht që të konfiskonin pasurinë një karvani i cili shoqërohej nga 40 burra të armatosur. Mirë, po kurejshët përgatiten me një ushtri të plotë me 1300 ushtar, kundërta ishin 70 kalorës, më shumë se 300 ve e shumë jetë të tjera luftarake. Pas një betejë të përgjakshme që ndodhi, fitoria ishte në krahun e muslimanëve. Kjo ishte fitoria e parë dhe betejë përplasje e parë e muslimanëve me të kurejshët, të cilët për një har kohor gati 13 vite në Mekë edhe 2 vite pas hijretit nuk kishin lënë lloj intrige edhe lloj planesh kundër tyre, edhe lloj masash ekonomike dhe ndryshme që ishin marrë ndër tyre. Ky ishte triumfi i parë që Allahu xhaleshanu i dha muslimanëve, edhe ky ishte ndoshta edhe një lloj shërimi i zemrave të tyre pas një kohe të gjatë reprezaljesh edhe vujtjesh nën sulme të vazhdueshme të kurejshve. Mirë, po e gjithë kjo profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam bëri që të kthehet në Medinë triumfator, edhe pas kësaj statusi i Medinës edhe statusi i profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam në të gjithë gadishullin arabik tashmë ndryshoi. Pra kishte vendosur krahas shtetit të ri edhe një status sigurie, pra që ishte ushtria e tij e armatosur, edhe që filloi të krijonte garanci dhe siguri për gjithë ato fisa arabe të dobta të cilat donin të krijonin aleancë me profetin Muhammed sallallahu alaihi wasallam, mirë po që kishin frikë kurejshët. Deri në historinë tjetër, selamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.